Çavape. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eliana dhe sot nisim një vlog të ri më në fund në shtëpi në Athinë. U riktheva. Kisha vajtur një xhiro në supermarket edhe tani do ju tregoj edhe çfarë mora, sepse kemi plani për sot. Dita sot është e shtunë. Kush na erdhi? Erdhi Nadia. Eliana mori një cheeseburger. Cheeseburger. Një Fanta, jo exotik. Patatina. Edhe qofte. Mos i shikoni kështu, nuk janë të gatshme, po do bëj unë vetëni. Do themi sigur i kam bërë vetë pastaj. To vetëm i vjen në tigan dhe jam gati. Unë kam shumë kohë pa hapur kamerën, edhe tani nuk e mbaj mend ku ju kam lënë, çfarë duhet t'ju them, çfarë të reja kam. As nuk e di, thjesht desha t'ju them që është e shtunë. Thashë të filloj sot vlog sepse kemi në plan të shkojmë në det bashkë me gjithë kushurinë. Edhe të flem atje, të rim deri nesër, domethënë të bëjmë edhe nesër në mëngjes pak flash, edhe kthehemi nesër nga dreka me shumë mundësi. Po të shkojmë të flem me tenta që do i marr nga mami e babi që shkojnë çdo vit domethënë për camping. Kemi shumë kohë pa e bërë. Edhe është gjë e bukur të mblidhesh me shoqëri, me familjen edhe të diskutoni, të lozin, do marrim edhe lojra, gjëra kështu të kemi në det, mos mërzitemi. Edhe prandaj kam vajtur edhe unë kam marrë qofte që të bëjmë tani t'i kemi gati për në darkë, po na hajt buk të kemi ndonjë gjë kështu si snack të vogël, se për mua qoftet snack janë këto të vocklat. Qa janë? Merr 2-3 edhe kaç mbarohen. Edhe pastaj mori patatina, gjëra kështu të kemi gjëra të gatshme. Kam pastaj t'ju bëj edhe haul, pse dje vajta me mamin e babin në mall, bleva disa gjëra ka se kanë filluar uljet. Unë nuk kam lek sepse jam rikthyer nga Balia dhe kam kelur me shumë pak lek te banka ime, po përsëri vazhdoj dhe harxoj lek, s'ka gjë. Të paktën do ju tregoj çfarë mora. Edhe do them te vetja ime që bëra për content, nuk i mora se i desha, i mora që të kem diçka t'ju them. Jam rikthyer në realitet me kokë, do t'ju them, sepse sa u ktheva nga udhëtimi jon, thjesht hyra në rutinë direkt, sepse kam filluar provimet përsëri në universitet. Vajta dhash provimin tim të parë para një jave, m'duket. Shkrojta mirë, sepse lexova, edhe tani kam edhe një provim të dytë që dua të jap, i cili është shumë më i vështirë se ai i pari që dhash. Edhe kam filluar po lexoj këtë javë, kam edhe javën tjetër, bosh që të lexoj, edhe pastaj e jap edhe atë, shpresoj të shkoj mirë, nuk e di si do shkoj, por realisht po mundohem. Është herë e parë që po mundohem për universitetin tim. Në përgjithësi, kur kisha provime, lexoja 2-3 ditë para edhe thosha, okay, jemi mirë. Po këto mësimet që më kanë ngelur të kaloj, janë mësime më të vështira që kanë të bëjnë më shumë me fizik, me matematik, me statistik, edhe janë mësimet e mia që i urej nga zemra, domethënë, nuk i dua fare, as t'i shikoj me sy, edhe duhet të rrit t'i lexoj të gjitha. Dhoma ime është rrumuj, po kur ju them rrumuj nuk mundem ta shikoj më, dua t'i organizoj, dua një herë t'i hedh të gjitha, siç i kam këtu. Ti marr, ti hedh në plera, nuk mundem t'i shikoj më. Thjesht nuk kam dendur të bëj asnjë lloj organizimi që atëherë që jam kthyer, sepse po mundem të fokusojm te leximi, se po fillova bëra gjëra të tjera, të kap gjëra të tjera, të filloj me dollapin andite, sirtaret këtej, me librat që kam këtu lart, nuk do mbaroj kur, edhe duhet ta hiq qafe këtë që më peshon, edhe pastaj të bëj gjithë të tjerat. Këtë të shtunën e të dielën thash do e marr pushim, që të shkojmë me familjen në plazh, të kënaqem pak, të qetësohet truri, edhe nga e hëna unë do filloj përsëri leximin çdo ditë. S'kam ç'të bëj, kështu është jeta. Edhe nuk më pëlqen fare, dua të rikthem në Bali. Pse nuk mundem unë të jetoj 2 muaj në Bali, të mos vras mendjen për asgjë nga këto? Nuk mundem, nuk kam lek. Se nuk ka lek, goca. Nuk ka lek. Ja është rikthyer edhe nuk ka lek. Ja edhe jashtëkët që më kanë nxjerr mami që të marr me vete në plazh, që t'i vëm brenda te tenta. I shikoni Balkan style, do me thënë një jeshile, një kështu
bezh, ku e di unë ç'është kjo, tobako, këto me lulka, janë gjërat që nuk do të kem në shtëpi, edhe mami mban se thot, ja, i ke nevojë tani që do shkosh në plazh, nuk do marrësh çarçafe të mira për në plazh, do marrësh këto që nuk i përdorim. Por edhe pse këtu gjendja nuk është e mirë, duhet ta pastrojmë disi. Se nuk mundem t'i shikoj edhe të pista gjëra. Kështu që ne që kam pak kohë, kam marrë këtë këtu psut, kam marrë edhe zifin, edhe po pastrojmë pak skrivanin. If I climb high enough, I can see where I was standing not long ago, looking down at all of the people. Mbarova me pastrimin e dhomës, fshiva edhe pak, edhe erdha në kuzhinë sepse ka vajtur ora 3 drekës, mua më hajshe buk. Kam ngrënë vetëm mëngjes, vajta për një kafe me Devin edhe hëngrëm një tost të dy. Edhe tani thash të bëj 2 veska, mendoj që nuk duket asgjë tani me sa shikoj, po kam bërë 2 veska, më besoni. Këtu kam prerë një domate dhe një kastravec. Kam bërë edhe pak djath nan dhe desha bukun tani që të haj, buk të freskët. Edhe shikoj që nuk jemi buk të freskët. Kështu që mora babin telefon, i thash, mos po kthesh në shtëpi se është orari i tij që kthehet në përgjithësi. Më thot, po jam këtu afër. I them, okej, me që je këtu afër, shko merr pak edhe pak buk, edhe ktheu. Kështu që tani po pres të vi babi të më sjell buk që të mundem të haj, po kam frikë që derisa të vi babi, mua do më ftojnë vezet. Le të pi pak ujë të paktën. Të pini ujë, sidomos këto ditë të nxehta që nuk kemi fuqi. Unë shumë herë ri edhe ndjem që nuk kam fuqi, ndjem që do bie poshtë, ndjem që do më bjen të fikë, në përgjithësi nuk ndjem mirë, edhe pastaj sa pi pak ujë them, kjo më mungonte. Tani ndjem më mirë, se unë haroj si person të pi ujë, po në behar që trupi i dirësitet edhe nxjerr gjithë këtë ujin, ka nevojë të hidratohet. Edhe unë haroj, edhe normale pastaj do më shikoni do një ditë në rrugë, mos keni frikë, nuk të kem pirë ujë, të më jepni pak ujë, të zgjohem, kaq dua. Mbarova me ushimin, edhe erdha direkt këtu që t'ju tregoj rrobat që blem dje, ndërkohë unë pastrova çfarë dhomën time me atë fustanin që kisha veshur. Edhe tani u kujtova të ndroja, më thash, ç'ri bëj punë në shtëpi me fustan me gjëra. Tani u kujtova vesha pijame që do e hiq për pak, sepse duhet të për një orë do ikim, domethënë duhet të gjej çfarë do vesh në plazh, të vesh rroba banjo, të bëj çantën time gati, të ika vash, po okej, nuk ka shumë rëndësi. Unë thjesht desha. Atëre, fillojmë me një palë tuta, të cilat janë burash, sepse ja mora David. I vesh shumë tutat në dimër. Në përgjithësi i vesh të gjëra, prandaj ja mora këtu. Në Bershka ka vetëm të gjëra, nuk gjen diçka të ngushtë domethënë. Edhe kushtonin 18 euro nga 30. Kështu që është shumë nice, por mbasi pash tutat, pash edhe këtë xhaketë kanon këto, e cila është set me këto. Edhe unë se pash tash, e bukur kjo, e desha për veten time unë këtë, e vërtet është. Po do i mbaj pak unë, do i mbaj pak David, do i veshim bashk. Mirë, për mua është e madhe, domethënë është oversize. Po mua më pëlqen ky stili, domethënë që ja kam vjedhur të dashurit rrobat edhe i kam veshur unë. Është fix kjo gjë. Do ja jap bashk, pastaj për një muaj do ja marr prap, do e vesh unë, do e marr ai, do e vesh ai. Do i ndajmë gjërat tona. Okej, kemi bashk. Edhe kjo kushtonte 22 euro nga 36. Kishte ulje shumë të mira në Bershka. Edhe unë kisha shumë kohë pa hyrë në Bershka, e vërtet është. Sepse kaq kohë thoshja Bershka është më shumë për fëmijë, për adoleshent, po ka nxjerrë rroba shumë të bukura, edhe verore. Unë do blija më shumë, po e mbajta veten. Se thash basta Elena, nuk duhet prishësh lekë, se si ke ato lekët që do prishësh, e kuptoni?
Edhe mbajta veten, po të kisha mundësi të blej edhe më shumë akoma, se ja vlen tani. Le të vazhdojmë. Këtë bluzkën e mori mami për veten e saj, sa e pa tha, kjo është për mua, se kështu e ka stilin mami, me gjërka kështu më cute. Edhe kjo kushtonte 10,79 €, fiks ja u them çmimet. Kishte minus 40% ulje, nga 18, domethënë. Edhe i rinte dhe shumë bukur mami, i thash, pse jo? Bluzkat vishen, sidomos në behar këto që janë të lehta janë shumë të rehatshme. Pastaj kemi një fustankë. Unë se pash thash, ky është stilim 100%, ky fustan i thret Eleana, nuk e di pse se e pash thash kjo është për mua. Ka një material super të lehtë që unë kështu i dua fustanet për në behar, nuk i duroj gjëra të randa, se ndiem që sa dal jashtë djersitem, edhe dua diçka shumë të lehtë. Më pëlqen tepër shumë printi që ka. Edhe është i gjatë, ka një si tip asimetri këtu te pjesa e fundit. Tani nuk mundem t'ja u shpjegoj edhe unë fiks tamam si që është tek, por e kuptoni pak a shumë stilin. Ka edhe një si shall që mundesh ta vesh kështu në qafë. Edhe kushtonte 15 € nga 30. 50% ulje. Vazhdojmë me një bluzkë prap të mamit. Jo bluzë, kjo është këmish me mangë të shkurtra, blu edhe e bardhë, me vija blu të bardha. Edhe kjo kushtonte 10 €. Edhe fundit nga bershka, ishte kjo këtu. Këtë ma gjeti mami, dua t'ju them, që mami në përgjithësi kur shkojmë në për dyqane dhe më tregon në roba që i pëlqejnë për mua. Mua nuk pëlqejnë kur, i them mami jo, nuk ka shumë të vesh unë këtë kur në jetën time. Edhe erdhi, më tregovi këtë bluzkën. Edhe pash, thash, nice, se bukur, si tipi i lekë është. Edhe me kopsa nga këtu lart deri poshtë, edhe nga kjo anë, domethënë kopsitet e gjitha deri poshtë. Nuk është për këtë periudhën sigurt, se tani me këtë vapën që ka nuk vishet. Po besoj për shembull në shtator me një pal pantallona, me një pal kapri, që unë po kërkoj një pal kapri dhe nuk gjej ku të blej. Besoj do jetë shumë cute. Ka marrë në masën extra small, 16 €, kishte minus 40% ulje, nga 26-16. Pastaj, kur mbarojmë nga bershka, vajtëm edhe një xhiro në Ojsho. Ishte vajtur ora 9 pa një çerek, po tha mami hajde të hyj një xhiro kështu. Ne nuk ka shans të hyjmë në një dyqan edhe të mos blem diçka, dhe 10 minuta të fundit do e marrim. Mami gjeti një bluzë të bardhë me mangë të shkurtra, shumë të thjeshtë, shumë të bukur. Këto bluzkat bazike janë fantastike edhe për behar edhe për dimër. Mundesh të krijosh çdo lloj outfiti vetëm me një bluzë, me një pal xhinse për shembull, edhe del super. Edhe kushtonte 16 €, pa ulje. Në Ojsho nuk ishte ulje, dua t'ju them. Edhe pastaj unë, ndërkohë që mami shikonte për atë bluzën e saj, unë shikoja qa gjëra të tjera kishte. Edhe pash këto shapkat këtu të kuqet. Edhe desha një par shapka të kuqe, këtu edhe shumë kohë, thjesht po kërkoja mos mirja havajanas. Po pastaj pash këto që kushtonin 16 €, e thash e di qa, do marr këto me 16 € se sa të prish 20 € për të marrë havajanas që do jenë edhe të kuqe, nuk do i vesh edhe aq shumë, mbase do më mërziten. E thash pse jo do i marr nga Ojsho, ndjem që për behar japin një pop of color të outfiti jot. Domethënë do dalë shtim me një palë roba banjo kafe. Do vesh për shembull unë këtë varsen këtu edhe këto shapkat, edhe do jap pak ngjyrë outfitit të mos jetë shumë boring. Edhe tani që jam nxirr, nuk më shkon. Ja them vetes, e kuptoni situatën. Hajde prisni, duhet t'ju tregoj edhe blerit e babit. Vajtëm në Foot Locker, ne kryesisht vajtëm dje në qendër tregtare që të ndrojmë dhuratën që i kisha marrë unë babit për ditën e babave. E kuptoni që ishte festa e babave? Unë i kisha marrë një dhuratë babit. Një bluzë Adidas edhe një palë pantallonka të shkurtra, tuta, Adidas edhe ato si setje kisha marrë domethënë, në masën medium. Babi ka humbur kile këtë kohë, kështu që i rinin pak të gjëra. I tha mami hajde të shkojmë t'i ndrojmë, edhe mori masën small. Prisni t'ja u tregoj edhe këto. Ja ku janë tutat, të thjeshta, të zeza. Bluzën e ndroi babi dhe mori një të bardhë, se i shkonte më shumë, e vërteta është kjo. Jo e bardhë, është si tip bezh.
edhe ka edhe logon këtu në anë. Edhe pastaj me që hym atje, Footlocker që vajtëm është një dyqan që ka brande të ndryshme, Nike, Adidas, Jordan, të gjitha këto. Edhe pastaj që kishte një seksion atje me gjëra që ishin me ulje. Edhe hodhëm një sy, pa babi këto roba banjo, edhe kishte nevojë për një palë roba banjo të reja. Edhe mori këto që janë Nike, jeshile, më pëlqen shumë. Edhe kushtonin vetëm 17-18 euro, diku atje ishin. Për në fund kemi edhe këtë gjaketën këtu, prap të babit, e cila është Nike, disi kështu besh me të bardh, nga mbrapa ka edhe këtë logon këtu të Nike-ut. Edhe është super e lehtë në verë që kje ftohtë në fshat për shembull, ose për pranverë, për këtë periudhën është. Më shkon. Jam si bosa. Mbase jo, okej. Edhe babi ble roba njërë në vit, kështu që i tham Merit, se thoshte babi është e shtrenjtë, andej më duket kushtonte 50 euro. I tham babit Merit se set ka Nike edhe atë vesh gjithkohon, tham marrësh edhe një tjetër ta ndrosh pak. Edhe këto ishin të gjitha blerjet tona. Mbaruam, duhet t'i vetani të gjitha nëpër vende, t'i pres edhe etiketat e të gjitha. Edhe të filloj të bëjmë gati, se të punojmë po vazhdojmë kështu, sigurt. Unë ndrova shpejt e shpejt, vesha roba banjo bezh me këto ripat kafe. Dijem që bezha edhe kafja, kur nxiem, kur marr ngjyrë, është ngjyra ime preferuar, që më shkon më shumë nga të gjitha, është kjo këtu, nuk e di si ka mundësi, mbasi se bën shumë diferencë me lëkurën time, duke më e nxirr se sa jam, mbase. I don't know. Nga poshtë vesha këto pantallona këtu, që janë si tip bezh, po jo edhe bezh, nuk e di si ta them këtë ngjyrën që kanë. Mora edhe çantën time këtu, të cilën më ka dhuruar Jani. Është nga një brand që as nuk e mbaj mend si quhet ky brandi, që është i shtrenjtë. Edhe blen nga atje Jani dhe i dërgojnë ndonjëherë kur bën porosit të mëdha, i dërgojnë këto çantat këtu dhurat, e ma dha njërën, me që kishte edhe 2 të tjera sa kishte. Është gjigante, kështu që prandaj po e marr me vete, se nxen shumë gjëra branda dhe këtë kam nevojë unë momentalisht. Kam marr branda të kem peshqir, kam marr pijame për në darkë, kam marr roba banjo të tjera që të ndrohem nesër, kam marr krem dielli, kam nevojë për diçka tjetër, besoni. Kam marr edhe powerbankun tim se atje ku do jemi, sigurt nuk do kemi pris që të vede një karikus, kështu që na duhet powerbank, kapele, edhe nuk kam nevojë për asgjë tjetër. Kapelja ime ka këtu lart mal, tregon mal. Se unë i kisha marrë për hiking, po tani vesh edhe në plazh, edhe pse ka malin lart. Sepse dini qa? Nuk më intereson. Edhe dini qa tjetër? Asnjëri nuk do e vere, përveç meje, që e di. I am ready për 24 orë në det. Po më ndërpresin kur këndoj edhe nuk më pëlqen. Po vjen Devi, është nisur, le të veshim edhe këpuc e të zbresim poshtë. Hello guys. Hello. Hello. Guys and girls, Welcome back to my channel. my channel. My channel is called Yeah. Adventure with Dave. Yeah, sot kemi adventura në det. Po presim tani kushurinë të dalin, t'i marrim, se do jemi edhe 5 veta në këtë makinë, edhe pak nuk ka kondicioner, pak është i vjetër, do plotësasim. Por rëndësi Kondicioner kemi, Eleana. kemi, Kemi. punon kur do. Tani punon. Ha, punon. Nuk e kisha kuptuar. Po të jemi 5 veta këtu, Po, edhe jemi edhe në përmalore. do hecën makina. Duhet ta fi kondicionerin. Oh, do fiket kondicioneri, se pastaj makina. Do rim në rrugë Ko, pastaj. Po. 1600 është aty bëj. Devi më pas ka marrë sufllaq që kemi të hajmë në det. Se është shumë i mirë, nuk më pyeti, thjesht ma mori. Thash, ku e din ti që desha unë? E më thot, unë nuk të di ty. Thash, ke të drejtë. Unë dhe sufllaqja nuk them kur jo. Po, Pse po qesh? hiç. Pse po qesh? Hiç. Pse po qesh? Pa arsye. Devi sapo më tha që nuk më mendoj porositi sufllaqe. Thjesht mori padashje një më shumë, nuk e hangri asnjëri, e më tha, prandaj ta solla. E pastaj më thot që
Kur arritëm së flaqe në shtëpi, thash, me veten time që nuk I mor Eleanës një, e harova. E më thot, jo, vërtet them që po të mos kishte ngelur një më tepër, do kisha vajtur barabartë ta marr nga lokali. Tani unë nuk e di po e besoj këtë gjë. Ta më tha që nuk të mendova kur I porosita, thjesht e porosita edhe pastaj ta sollat se ngeli. Kështu që ta shikoni fytyrën e tij reale. Devi më tha, dil pak nga makina se ka polici këtu edhe shikon çfarë po ndodh. Ç'a ndodhi? A morën vesh? Jo akoma. Jo akoma. Janë 2 polica jashtë një shtëpie. Të shkoj unë kështu me kamera t'i them më falni zotërinj, jemi nga televizori. Ç'a mendimi keni për këtë që ka ndodhur këtu? Ç'a po bëhet? Ç'a po ndodh? Do më shikojnë kështu me rrobë banjë, do them sigurt kjo bën reportazh. Më falni, po duhet të ndërpres programin tonë, sepse kemi një hulje hol. Kemi shumë kohë pa bërë hulje dhe më kishte munguare. Kam 2 kuti te duart e mia, them të hap të voglën të paren, edhe do ju them të vërtetën. Kam hapur edhe herë tjetër, sepse I kisha veshur, sepse nuk mundesha të prisja derisa të bëj unboxing, kështu që unë I kam parë, po thjesht I vura prapë në përkutit që ti shikoni dhe jo. Kështu të gjitha false janë në rrjetet sociale, kështu që mos besoni shumë, unë do ju them të vërtetën nga ana tjetër. Just saying. Tu fillojmë me qeskat tona të huljes që janë për dhurat. Unë I kam bërë të gjitha për vete, po kush është njeri I mirë dhe do të marrë edhe dhurata për njerëz të tjerë, ka edhe paketimin që I duhet. Brenda ka një kartolinë që të shkruash çfarë të duash ti, edhe ka edhe këtë, e cila është që të fshish aksesoret tënde. Tani e thash mirë, mbase jo. Nuk ka shumë rëndësi, do vazhdojmë me holin. Kemi këtu një kutiçkë të vogël, edhe brenda ka një unaz super të bukur, po shikoni se e bukur që është. E kam marrë gold sepse është ngjyra ime ndihem, edhe më pëlqeu shumë sepse ka këtë stilin sikur është vintage, sikur nuk e kam bler të re. Sigurisht mami ma ka trashëguar tani, kështu duket. Edhe vazhdojmë tani me kutinë më të madhe, që ka 3 kuti të vockla brenda. Them të hap njëherë unazat. Kjo ka ikur nga vendi. Do rregulloj pak. Do ju tregoj tani. Kemi një unaz të dytë, e cila është silver. Edhe kam shumë kohë pa marrë silver, e mora vetëm sepse ndihem që do shkoj me unazat e tjera që I kam gold, sepse nuk e di tani po duket në kamera, por prisni. Ta heq këtë, të vesh këtë, që ta shikoni, që do të them. Ka disa detaje lartë, të cilat janë gold. Do me thënë, është kombinim silver me gold, edhe nuk e dim, e adhurova se pash, thash perfekte. Edhe unaza jon e fundit për sot, edhe preferuara e imja nga kjo porosia, është kjo këtu. Gold, me këto gurat që vinë kështu anësh. Edhe këtë unazën ja pash motrës. I thash, ku e ke marrë ti këtë unazën? Edhe s'ma ke thënë mua. E më tha, motra ja ka marrë nga hulja. Edhe sa ma tha, në momentin që ma tha, thash, okej, do e marrë edhe unë. Rash në dashuri, e mora, e kam veshur, edhe duket disi kështu. Ja ku është kjo silver edhe kjo që është gold. Edhe nuk shkojnë shumë njëra me tjetrën. Ndihem që duhet të kem një unaz në çdo gisht. Duhet të hec në rrugë dhe të bëj zhurmë, ose kur flas që përdor shumë duart, duhet të bëj një zhurmë, një diçka. Edhe për në fund, mbajta këtë këtu, që është pak më e madhe, edhe nuk është unaz, t'ja u tregoj. Është një zinxhir gold, e cila ka emrin E lart të shkruar, e për Eleana, ose e për diçka tjetër. Edhe kjo këtu që shikoni nuk është për në dorë, është për në këmbë. E kisha të veshur edhe këta, edhe më kanë pyetur, kur I them më kanë pyetur të gjithë. Nuk e di çka ka ndodhur. Mua, të përgjithësi nuk më parapyesin ku e ke marrë. Për këtë zinxhirin këtu më kanë pyetur të gjithë, ku e ke marrë? Shumë I bukur, ku e ke marrë? I kam thënë të gjithëve në Hulja. Në Hulja, po doni diçka, është në Hulja, edhe është fantastike që mundesh të ta personalizosh,
edhe të vesh çdo lloj gërme do ti këtu lart. Të emrit tënd, të emrit të dashurit, të emrit të mamit, çfarë të doni ju? Preferenca janë këto, prisni ta vej që t'ja u tregoj si duket edhe e veshur. Ja, si duket e veshur te këmba ime. Edhe këto ishin të gjitha. Do ju le këtu kodin tim që mundeni ta përdorni te porosia juaj e radhës edhe të përfitoni ulje. Edhe kaq, blerje të mbara, rikthehemi tani te programi jon. Cold in the summer, you kept me hanging. You found me when my mind was like an engine. Found me when my life was energetic. Now my skin is rusty. All my tears are dried, my eyes are dusty. I used to feel before I turned sarcastic. Edhe unë jam këtu te garigja ime. Nadia më thot hajde të zhytemi një herë, unë disi po përtoj. Shunat po luajnë ping pong, qa është ajo? Qa luajnë? Atë me raketa. Rakete, si ta them tani, nuk e di. Mua po më hajrë buk. Nadia ka marrë gjithë shpinë e saj, edhe ças ka marrë nga ushqime, i ka bërë mame e saj, Dezja do me thënë. I ka bërë 100 ushqime. Po Nadia e kemi si mami në këtë grup, sepse çdo herë që unë kam nevojë për diçka që sigurt do e kem haruar në shtëpi, të tipit Nadia ke litra, Nadia ke karikus, Nadia ke çdo gjë, më thot po, gjithmonë i ka të gjitha. Gjë që mua më leverdis, se unë i haroj të gjitha për veten time. Unë erdhëm me një çantë, Nadia ka erdhur me 10. Me shumë mundësi diçka do kem haruar. Sweat so hot when I shock my body. Come on, come alive. If you want a good time, you got me. Lights, camera, action. Make you wanna love somebody. Drowning in these lights. Fever colored high. Do you like it like that? Better heart, never beat, beat, beat so fast. Drop it up, down, back. Si e kalon? Kaloj shumë mirë. Jemi futur në ujë, Po. ishte shumë perfekt. Uju ishte shumë perfekt. Marina. Marina. Jo, do të më flasësh pak. Je shumë e bukur tani. Se ka pe dielli kështu bukur. Atje ka ngrënë patatina. Ka gjë të dëmbët, ja të shikoj pak. Bëj pak të shikoj po ke gjë të dëmbët. Të tem ta nxjerrësh poshtë. Ma no. Ramaik. Si e kalon? Shumë bukur. Shikoni një çift të bukur këtu? Po, na thuaj ndonjë gjë Gjeri. Më zgjidhur se më ka goditur makinën në rrugë. Nuk e di do të bëjmë. Nuk e di si do ta zgjidhim. Brunua në drek. E aprovi makinën e ti pak më shumë se sa duheshet e makina e Gerit, edhe ja, po, na trego pak se ka edhe në foto. Ka edhe prova. Ja të shohim. Nuk e kam goditur fare, e kam në fotografi. Po, unë e pashë e ke goditur, po. Nuk e ka goditur. Ishe shumë larg. E ka prekur. Ja të shof se kanë foto të ndryshme. Ja prit. Ua, unë këtu e shikoj që Nuk është goditur makina. Janë goditur makinat. Të vendosi publiku, na thoni. Publiku s'ka siguracion në makina. Ço ka ky del me makinë pa siguracion? Po çka ke ti me çabën Gjeri? Si ço kam unë? Në shtëpia ime të vi pa siguracion me makinën? Të shtëpia jote. Ku ta le makinën? Po në rrugë la Gjeri. Gjeri la në rrugë. Pa siguracion e ka la Gjeri. Makina. Keni lidur greqi kështu jeni. Të racista s'kam rrugë. Po. Body like a smoothie, like something from a movie. We can make me feel some type of way. Eyes go kinda flirty, hands are pretty sturdy. Baby, I could dive into you any day, give me more, so much more. Yeah. Can't stop this locomotion, craving all the flavor of your wavy ocean. You know I've been dreaming, you know I've been feeling for you.
të gjitha, kemi vënë tentat tona. Edhe deri tani po rinim këtu te karriget që kemi te obori jon që kemi krijuar. Nuk e di po duket gjë tani, po okay. Edhe vendosëm të hym të flem të gjithë, ka vajtur ora 12:30, jemi të gjithë të kputur. Problemi është që ne kemi shtruar këtu tentat mirë, okay, do bëjmë camping. Nga ana tjetër, ka një shtëpi andej, në të cilën bëhet një party. Edhe tani po nuk bëra zhurmë, dëgjoni edhe ju që ka muzikë, edhe muzikë të lartë. Deri tani nuk e kishim problem, kërcenim edhe ne, këndonim, okay, ishte bukur. Po tani që duam të flem, nuk e di si doja dalim. Ja, këtu ishte obori jon. E shikoni? Sa cute, sa bukur, me tavolin, me karrige, me të gjitha. Edhe diku andej po bëhet party. So tonight if you do it first. We left and it got real quiet cause she knows I won't take it back. Yeah, I mean that. She loves a messy conversation and a backhanded last word. Something like, if you love me right, we wouldn't fight, but I know better. Yeah, I know. Mirë mëngjes, nga dita tjetër. Jemi zgjuar, por I pak në diell, të nxjihem pak më shumë se tani. Pastaj do bëjmë zez fare, nuk do më shikoni, nuk do më dalloni në darkë me shumë mundësi, por desha t'ju them që jemi zgjuar. Çunat kanë filluar po luajnë prap me raketa atë tenisin që bëjnë andej. Ndërkohë kemi nxjerr sot edhe sap. Kemi dy, kemi një unë me Davin edhe një ka Manueli me të dashurën. Të reja tona të natës që nuk ju kam thënë është që nuk kam fjetur thuajse fare, sepse njerë frynte tepër shumë erë, po të tipit tepër shumë erë, edhe bënte zhurmë tenta gjithë natën, unë isha në siklet gjithë natën. Ndërkohë, Davin nuk e zinte gjumi sepse kishte merak që do vi do një njeri, do vi policia, diçka do bëhet. Edhe ishte gjithkohë në paranoja që ç'a do bëhet, ç'a do ndodh. Edhe nuk më linte edhe mua të fle pastaj, se ishte në siklet edhe ishe edhe unë. Pastaj iku Davin nga tenta, vajti në makinë, se nuk durovi më në tent. Më thoshte nuk munde më. Edhe iku te makina nga ora 4 e mëngjesit. Unë pastaj kisha frikë të fle vetë, mora në telefon Nadjen që ishe të tenta tjetër. I thash Nadjes hajde të tenta ime të flem bashkë se kam frikë vetë. Edhe pastaj nga ora 4:45 të mëngjesit fjeta unë, jam me 2-3 orë gjumë, preset ja dalë deri në darkë, do shkoj thjesht pastaj në shtëpi edhe do flet tap. Edhe kaq, tani se erdhi edhe mami me babin, edhe Daja me gruan. You're at the bar hanging out with your regular dudes. You see her name on your phone and you know that it's screwed. You know that it's true. She buckles up going off about Hollywood stars. Yet you Mirë mëngjes, nga dita tjetër. Do thoni ju, që mirë mëngjes e Leona na le dje në plazh në det që kishit vajtur, dhe ju them unë keni të drejtë. Por ç'a ndodhi dje? Dje ndenjëm në det. Unë pastaj mbas disa orëve që ishim atje, nuk e kisha mendjen të filmoj. Pastaj harrova që bëj vlog. Edhe thjesht ishim në det, hynim brenda, rinim jashtë, nxiheshim, hynim përsëri brenda në det, kaq, nuk bëm edhe diçka, kush e di. Edhe u kthyem dje nga plazhi, thash unë, super, do kthehem tani në shtëpi, të bëj një banjë dhe të hap vlogun, të flas me shokët e mi. Unë erdha në shtëpi, bëra banjë, edhe thash jam super e lodhur, sepse si ju thash edhe dje te vlogu, ne nuk kishim fjetur fare në darkë. Edhe thash do fle për 1 orë maksimum, 40 minuta I kisha vënë unë zilen, për lash deri në 1 orë, domethënë kisha vënë 5-6 zile që të zjohem, edhe thash për 1 orë do të çoj, që ta kem marrë pak veten edhe të vazhdoj me programin tim. Unë fjeta gjumë, por nuk u zgjova kur. Edhe thjesht hapa syt nga ora 5 të mëngjesit. Thjesht më erdhi një diçka, dikush më shkrojti në Messenger, më duket. Edhe thjesht dëgjova alarmin e notification e mesazhit që më erdhi, edhe hapa syt. Edhe nuk e dija ç'a viti kemi, ç'a ditë është. Po isha në koma, po isha njeri, nuk mundesha të kuptoj ku ndodhem. Ere kur ju them, u zgjova dhe isha në një botë tjetër. Realisht nuk e kuptoni dot ç'a më ndodhi në mëngjes.
ishe e trembur, nuk e di pse, po u zgjeva e trembur, që po çka ka ndodhur, çfarë është, ku jam, ç'a duhet bëj? Sikur kisha diçka, sikur kisha të shkoj në shkollë. Kuptoj mbas pak minutave që zgjohet edhe truri im. Që është ora 5 e mëngjesit sepse unë fjeta në orën 7 të mbasdites. Edhe kam fjetur edhe sa orë janë ato, nuk e di, nuk e numërova. Po desha të përfundoj që unë jam zgjuar sot në orën 5 të mëngjesit. Kam dalë për kafe me Davin sepse edhe ai fjeti nga ora 6 ose 5:30 të mbasdites dje. Edhe u zgjam të dy super herët, nati ishte akoma kur u zgjuam. Kam dalë për kafe, kam çuar mamin në punë, kam mbledhur pak shtëpinë, kam der robat, kam filmuar 2 reelsa, prandaj më shikoni edhe të lyer për Instagram edhe një për TikTok. Edhe kështu vajti programi im. Pa e kuptuar, por diçka që desha të them është që përfundimisht është shumë bukur të zgjohesh në orën 5-6 të mëngjesit, sepse ndihesh që ke shumë orë, ke gjithë ditën para, edhe është qetësi total, nuk janë zgjuar akoma njerëzit. Merr kohën tënde të pish një kafe, të rish rehat, të hash bukë, të përgatisesh diçka, ishte shumë nice. Më pëlqeu tepër shumë që e bëre, sepse unë në përgjithësi zgjem nga ora 9:10, po okej, ka filluar vapa në ato orë, kanë filluar njerëzit që shkojnë për puna, ka filluar zhurma e shkollës, se kemi edhe shkollën këtu përballë shtëpisë. Edhe më pëlqeu ky programi për sot. Nuk besoj që mundem ta mbaj këtë programin, por do desha ta bëj një herë si challenge, si vlog domethënë, një vlog javori që do mundem të zgjem çdo ditë në orën 6 të mëngjesit ose në orën 5:30, diçka të tillë ekstreme, t'i bëj një challenge vetes, të shoh po mundem ta përballoj. Ora ka vajtur 11:30, që për mua tani ndjem që është drek. Prandaj kam vënë të ngro pak lakror që na ka bërë mami që dje, edhe e ka bërë me domate, me qepka, por do e marr do shkoj te dhoma të haj, sepse këtu në kuzhinë nuk kemi kondicioner. Unë në behar kur haj diçka të ngrohtë, ndjem që nuk marr frym. Prandaj duhet të jem në një ambient të ftohtë që ta haj këtë gjë që përvëllon tani. Se harova pak më shumë se sa duheshet ajo që e poqe, po okej. Ka marrë edhe kos greke që ta shoqëroj. Nuk jam si ato gocat estetik që marrin kosin e vënë në një pjatë. Edhe kështu bukur, jo. Unë me kavanos, sepse barabart këtë e ka marrë për veten time, nuk e ndaj me njëri tjetër, kështu që do marr kështu të haj. Pse të bëj en pisun kot, të ri të punoj pastaj më shumë. Think smart. Edhe pastaj duhet të filloj editimin, ta mbaroj shpejt e shpejt, që të nis leximin, që nuk dua fare. Unë kam haruar të flas fare, kam erdhur në kërcime dhe sa mbaruam mësimin ton. Edhe porim në balkon, këtu, po diskutojmë me çunat me gocën.